për sanksionet ndaj Beogradit, sigurisht që ishte një përgjigje, por në krahasim me administratën Biden, unë do thosha që qasjet janë përsëri të ndryshme dhe nuk mund të thuash tash që cila administrat ka bërë më shumë për Kosovën. Është vështirë ta thuash sepse të dyja kanë pasur ato si thuash pluset dhe minuset. Për shembull, të marrim vetëm një rast konkret. Mos harrojmë që presidenti Biden ishte njohës i mirë i çështjeve shqiptare. Dhe çështjeve të Kosovës dhe interesave të Kosovës në përgjithësi. Tani, mandati i Bidenit koincidoi rastësisht me mandatin e Albin Kurtit, apo jo? Kështu që unë mendoj që kjo i dha një farë sigurie, si të thuash, Albin Kurtit se çështja e Kosovës është e siguruar tash me Washingtonin. Dhe nuk i vuri shumë vëm revizjeve vogla ose të vogla krahasimisht se sa kjo mbështetje e madhe politike. Dhe e pam tash që çfarë ndodhi? Ndodhi që administrata e re i dha këtë dënimin pra si me ndalimin e dialogut strategjik dhe justifikimi ishte që nga veprimet e qeverisë që është tash në fuqi, qeverisë si mund ta quajmë, qeverinë e detyrë ose qeveri e përkohshme, që nuk e ka mandatin e plotë. Po s'ka rëndësi, qeveria e detyrë. Tani me çfarë u kuptua me këtë? U kuptua që Washingtonit për shembull nuk i pëlqen ajo qasja ndaj pakicës serbe në veri. Kështu që ajo me këtë i dha një sinjal pra qeverisë Kurti që ajo trajtimi atyre pakicave është i rëndësishëm. Tani këtu nuk është vendi që të gjykojmë që na pëlqen apo s'na pëlqen neve favorizimi i pakicave serbe. Por fakti është që për administratën amerikane del që është i rëndësishëm. Atëherë, prandaj thash që udhëheqësit e rinj kosovar që do vinë në pushtet pas 28 dhjetorit, duhet të jenë jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe të kujdesshëm në këtë pikë. Të kalojmë pra nga ajo mbështetja e përgjithshme e çështjes shqiptare tek mbështetja për aspekte të caktuar, pra ajo mbështetja selektive dhe transaksionale. Tani, mos harrojmë që një faktor i rëndësishëm në marrëdhëniet me administratën e re Trump është kjo, që administrata e re, duke ju qasur të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare në mbi bazën e atij parimit me jep të jap, transaksion pra. Atëherë, kjo të krijon mundësi për politikanët kosovar që të ofrojnë pra marrëveshje konkrete. Për shembull, ka shumë propozime për arritjen e një marrëveshje dypashme në fushën e sigurisë. Dhe kjo themun do të ishte një sukses i madh nëse mundet që të realizohet nga Kosova. Sepse do ta vinte Kosovën në një mbrojtje, në një ombrellë më të sigurt, të ngjashme me ato të NATO-s, edhe do ta mbronte nga ato ambicjet e Serbisë, e dim që ato janë të pandryshuara, por edhe tek ambicjet e Serbisë duhet kemi parasysh që kjo strategjia e re e sigurisë kombëtare ishte shumë e butë ndaj Rusisë. Kështu që si do të ndikojë kjo tash, kjo butësi ndaj Rusisë, do të ndikojë tek afrim me Serbinë apo largim me Serbinë. Prandaj them që janë dy mundësi që duhen naviguar me shumë sukses, me shumë kujdes nga administrata e re kosovare. Këtu është gjithë puna. Po ndoshta për ta shtyrë përpara këtë fute edhe lobi jon atje, po nuk e di si është tani gjendja, sepse po shikoja para 1-2 muajsh shpenzimet që kishte Beogradi për lobim Shtetet e Bashkuara që krahasuar me ne dhe Kosovën që ne thuajse zero. Është e vërtetë dhe për këtë unë do thosha që organizatat ose shoqatat e diasporës shqiptare këtu bëjnë, sipas mendimit tim, një punë të lavdërueshme dhe unë do veçoja këtu punën e Federatës Vatra. Mirë po tashi ajo e veçanta e këtyre lobimeve nga ana shqiptare Dylber është kjo, që janë disa organizata të cilat kanë secila të pikën e fortë. Dhe duke vepruar të gjitha në atë drejtimin ku ato janë më të forta, atëherë mendoj që lobimi ymë do të jetë i suksesshëm. Për shembull,
kur flas për Vatrën, meqense jam vetë i përfshirë tek veprimtaria e Vatrës në Chicago dhe e njoh më mirë, kur flas për Vatrën, Vatra mund të përdori rrjetin e saj të gjerë edhe emrin e madh që ka si institucion. Sepse Vatra ka qenë dhe është akoma një institucion kulturor i historik, pra. Duke pasur parasysh rolin e madh që ka luajtur që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në konferencën e Londrës e etj. Qëndresa ndaj gjatë komunizmit dhe të tjera. Ka disa organizata të tjera shqiptaro-amerikane të cilat janë më të afta në lobim direkt për shembull me antarë të Kongresit. Atëherë, duke bashkuar këto, mundet që lobimi ynë të jetë i suksesshëm. Tani, të gjitha këto organizata, dhe unë jam i sigurt që unë flas për Vatrën, domethënë me siguri, sepse atë e njoh mirë siç thash, po të gjitha këto organizata për atë tre siç e dim. Dhe tani, sa do të jemi ne të suksesshëm për ta bërë këtë gjë, atëherë varet nga këto faktorë që thash.